Po ndiqni emisionin e mëngjesit për të folë në televizionin Skan. Mjekët kërkojnë rritje të pagave dhe pensioneve të tyre. Kërkesa do t'i paraqitet zyrtarisht qeverisë në ditët e ardhshme nga Federata e Shëndetësisë. E kjo vjen në një kohë kur mjekët gjithnjë më shumë po kërkojnë të largohen nga vendi drejt shteteve të Bashkimit Evropian, ku gjejnë kushte e paga më të mira për të punuar. Çfarë kërkojnë konkretisht mjekët? Në çfarë niveli duan ata që të rritet paga e tyre? Ne do të flasim me të ftuarin ton në studio, është zoti Petrit Frangu, zëvendës president i Federatës së Shëndetësisë. Mirëmëngjesi, mirë se erdhat. Mirëmëngjesi, emisiu Gjeta. Faleminderit për ftesën. Për të thënë se sa duan mjekët që të arrijë paga e tyre, sa e kanë mesatarisht një pagë mjekët aktualisht? Për të thënë vërtetën, mjekët ka një përgjegjësi të madhe në rrugën e shëndetit popullit. Me gjithë sukseset e arritur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Kabineti Rama, punonjësit e shëndetësisë kanë shumë probleme. Është realisht qesharake që të paguhet një mjek 400.000 lekë. Ne kërkojmë nga mjekët që në rreth parë të sigurojnë jetën e njerëzve, pastaj edhe problemet financiare, pasimin e ekonomisë të rregull. Fakti është që ne si Federatë Shëndetësie dhe Konfederatë Sindikateve të Shqipërisë, pasi Federatë Shëndetësisë është përbërëse e Konfederatës me president Kol Nikolin, formacioni ynë i ka ngritur disa problemet Ministrisë së Shëndetësisë, por nuk ka gjetë zgjidhje. Ne për 3 vjet nuk i pas as rritje, vetëm shëndetësi, pas në arsim, as në institucione të tjera. Prandaj u parasysh që Federata e Shëndetësisë të përcaktoj një program kërkes ndaj kryeministit Rama dhe ministrit Beqaj. Ju theksuat 40.000 lekë të reja është paga mesatare e një mjeku në muaj aktualisht. Në muaj. Sa kërkoni që të arrijë niveli kësaj page? Ne kërkojmë që të rritet 10% paga e mjekëve dhe mësuesve. 10 deri 15% sepse jemi në kuadër konfederativ të pensionistave dhe 10 deri 50% paga minimale duke parë kriteret sipas pozicioneve dhe profesioneve të ndryshme. Kjo kërkesë është konsultuar me gjithë strukturat e Konfederatës, pasi Federata e Shëndetësisë është bërë në gjithë Shqipërinë dhe kemi strukturat tona. Ne kemi kontatë në nivelit parë me ministrin Beqaj dhe kontatë në nivelit dytë me gjithë institucionet në shkallë rubrike. Dhe ne kemi konsultuar dhe me strukturat konfederative të ndërkombëtare, pasi jemi pjesë e këtij organizmi dhe edhe me staf ekonomistësh. Dhe ne quajmë të arsyeshme rritjen e këtyre pagave, pasi asnjëherë si stash nuk është rrit pagat dhe janë gjithë mundësitë që në buxhetin e vitit 2017 të futen kjo rritje pagash. Konfederata Sindikate. Mendoni se do të merret në konsiderat kjo kërkesë? Ne mendojmë që të merret në konsiderat dhe nëse qeveria nuk e merr në konsiderat për ta futur projekt buxhetin e vitit 2017, ne do përshkallëzojmë lëvizjen sindikaliste me grevë përgjithshme markontare. Unë dua të kujtoj pak më parë një deklarat mjekut Tritan Shehu, edhe politikanit në fakt, është kreu i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike, teksa diskutohej paga të konsideruara si superpaga për gjyqtarët e prokurorët në kuadër të reformës në drejtësi, ai theksoi se edhe mjekët duhet të kenë një trajtim të tillë. Por nga ana tjetër, kryeministri gjithashtu ka deklaruar se në fund të reformës në shëndetësi, mjekët nuk do të paguhen më një lloj, por sipas volumit të punës që do të kryejnë, por duke mos specifikuar se sa do të jetë niveli i pagave. Ne vlerësojmë qëndrimin e zotit Tritan Shehu, pasi ai ka qenë ministër në qeverinë demokratike. Ne kemi rezervat tona për ta, por ne kemi rezerva edhe për kryeministrin që deklaron që do të paguhet sipas volumit të punës. Mjeku është detyruar të shkojë në punë 8 orë, si shkon arsimtari. Dhe në kanë në dorën e mjekut nëse vinë apo nuk vinë pacient. Ka format tjera për ta gjetë këtë problem. Fundi ne zemë se të paguajnë mjekët, po është një armatë e madhe dhe infermierëve, është një armatë e madhe personelit mjekësor, i mazinerisë, i aparaturave, i grafive, gjithë gjërat, skopive, dhe duhet studiohet, se nuk mund të paguajnë një lloj si një kirurg, si një që vjen e vesh vetëm bluzën dhe duket sa më qenë në punë. Por kjo nuk do të thotë se të paguhet mbas volumit të punës. Se këtu nuk kemi bujqësi që të punojsh hektar tokë, të midhesh me patate e ti të vlerësohesh. Mjeku se të vike puna, të jenë gatishmëri, të komunikojmë me popullin. E gjitha gjëra nuk mund zgjidhet kjo punë. Por ne do të kemi specialistat tonë në rang ekspertësh dhe ne do të kërkojmë ministrit dhe kabinetit qeveritar që të urnosh edhe komisionin parlamentar të shëndetësisë që të gjë zëri tamam realisht, jo hopshe se u ngret sindikata dhe kërkojnë ngritje rrogash. Dhe do të studiohet
me klasifikim, jam dakord të klasifikim të mjekëve. Po unë kisha një problem tjetër. Unë e kom ngritur në deklaratën që kemi bërë para 4-5 ditë, që mungojnë 300 specialista në shkallë rubrike. Këtë e pranon ministri dhe qeveria ka vendosur një çmim simbol për çdo muaj për ta mjek që shkojnë në zonat e veriut. Në fakt është një nismë ndërmarrë që nga korriku i vitit të kaluar, çdo mjek përveç pagës do të merrte edhe 100.000 lekë shtesë në muaj, vetëm nëse do të pranonte të shkonte në zonat ku ka nevojë për mjek specialist. Si ka rezultuar kjo? Fatkeqësisht nuk u realizoi. Kësaj thirrje të qeverisë janë përgjigj shumë pak mjek. As 10%. Dhe kjo është fatkeqësi, sepse mjekët të bëjnë gjithatë shkollë, shteti të investoj për ta. Dhe mjekët pranojnë të punojnë kamarierë, nuk duhet të ofendoj njëri. Kamarierë në Tiranë dhe në Durrës, e më shkojnë që bëjë aty ku populli ka nevojë, në shëndetësi nuk ka vlerë statistika. Një njeri qoftë dhe në Vermosh, qoftë dhe në Kolispol, qoftë dhe në Kalat Dodës, do shërbim mjekësore. Teksa federata mbron të drejtat e mjekëve, kur bëhet fjalë për kushte më të mira pune, për paga, e natyrisht edhe për kërkesa të tjera më specifike që mund të kenë. Çfarë roli luan në drejtim të këtyre mjekëve që preferojnë, siç u po thoni, të punojnë kamarier në kryeqytet apo në Durrës, se të mos shkojnë në vendet ku ka nevojë për specialitete? Këtu ndoshta ka mangësi dhe legjislacioni. Ne morim në dakon e pyetën po morim në një aspekt tjetër. Qeveria demokratike nuk duhet ta smejmë atë problem, mbylli specializimet për 4 vjet, që një hendek i madh për shërbim mjekësor. Dhe këtu e përgëzoj ministrin Begje që e rihapi dhe qeveria, se s'kishte ka shkon në specializimet mjekësi. Por ta tash nuk duhet të rinë punojnë tu, se nuk ka sankcione. Ai thotë marrë shkollën dhe nuk shkon aty ku e caktoni ju. Për ta ne kërkojmë që ministria të bëjë një ndoshta aktën në ligjore, që nëse ti marron specializimin për të punuar për shembull në Peshkopi, në Borrel, Bulqis, atë ti do shkoj se s'bën të plotësosh kontratën, ti shëbesh ti populli dhe ti shëbesh ti vendi që ka specializuar, ka investuar me taksat e këtij taksapaguesit popullit ton, ti je specializuar. Dhe të vish punësh këtu, kamarier ose të punësh në klinika private. Por çdo që kryen specializimin, në fakt parashikohet se duhet kthehet në vendin nga ku ka marrë për të investuar, për të punuar për të paktën 4 vite të ardhshme. Por përkundër kësaj mund të paguaj një job nëse refuzon të shkojë. Ju mendoni se duhet ndryshuar legjislacioni, duhet përjashtuar gjoba, duhet jetë me detyrim kthimi në vendin ku ka marrë. Ku ka marrë specializimin, sepse gjoba nuk na hyn punë ne. Ne për shembull morim Bulqizën, është një qytet minatorsh. Ai ka bosi godin, ne nuk duam hotel. Aty s'ka kirurg, aty s'ka ginekolog, aty s'ka kardiolog. Nuk duhet ta marr me emër, por ka pas raste që shtetarët tonit, ose familje shtetarësh, kanë dërguar skopin për të bërë skopi dhe ekografi të smurëve brenda ditës, sa është bërë reklam në televizion dhe është nisë për Tiranë aparatura. Ky nuk ka shërbim. Në punoj gjithë ky popull, në tokë, që jep gjithë ato të ardhur popullit tonë. Pavarësisht se kush i përfiton. Këto janë probleme shtetërore që duhet ngështetohen midis ministrive. Po theksoni se ka pasur është sjell aparatura vetëm për biografi, për dalë një show televiziv dhe ka ikë për Tiranë. Kemi faktin, është fakt që në Bulqis nuk shkon as kirurg. Atë si ta zgjidhë shteti, do të gjej mënyrën. Pra shteti është ndërhyrës, rregullator. Ne kemi edhe problem çështjen e dipunësimit. Duke mos dashme ndërhyrë në çështjen e 2 kirurgëve të Matejteri Koçoglezheni. Është një çështje në hetim, është jashtë fokusit të bisedës. Jo, është duhet me atë punë. Unë do të them që ne kemi kërkuar ministrisë disa herë, edhe organizatët ndërkombëtare ku ne bëjmë pjesë, trajonin të Europës Juglindore, i kanë kërkuar që të ndalohet kategorikisht dipunësimi. Si mund punoj një person, sidomos fshehtësi, në të njëjtin orar, edhe te Koçoglezheni që bën për nuk duhet ta analizoj, edhe ke Nën Tereza ose në një spital tjetër privat. Ne duhet të japim përparësi më shumë shërbimit publik, se problemet sociale, papunësia, gjendja ekonomike e popullit tonë nuk ja bën ekonomia që shkojnë te spitalet private. Ne jemi për ekonomi tregu, po urgjencën shteti është përgjegjës për jetën e njeriu. Të gjitha këto problematika keni pasur mundësi të diskutoni me institucionet qeveritare? Po, ne më saktësisht me Ministrinë e Shëndetësisë. Me Ministrinë e Shëndetësisë, ne kemi ngritur problemet edhe në takime të nivelit lart Ministrisë së Shëndetësisë, edhe të ekipit Konfederatës me kryetarin e Konfederatës Shqiptare, dhe premtime ka, por ka shumë hallka që përplasen me njëra tjetrën. Më saktësisht kërkesa për rritjen e pagave. A është diskutuar? Jo, të jemi transparent, ne nuk e kemi dërguar zyrtarisht, të flasim mos ta ngarkojmë këtë qeverinë, nuk e kemi dërguar zyrtarisht kërkesën për rritje page, është diskutuar në tavolina trembllakta me qeverinë, por të ngjen problemin që nuk është buxheti ekonomik.
Na nuk mjafton buxheti ekonomik. Por ndërkohë ju keni vënë edhe një kërkesë e cila duket më shumë si një ultimatum, nëse nuk realizohet kjo kërkesë, ne do të kalojmë në grevë përgjithshme kombëtare. Po. A ka kohën e mjaftueshme qeveria që ta analizojë, ta marrë në konsiderat dhe t'japi një aprovim nëse mund të realizohet? Të gjithë besoj janë parimisht dakord që rrogat e mjekëve të rriten, por ndoshta e ka të pamundur 10%. A është diskutuar nga doli 10%? Ne thash kemi diskutuar me strukturat sindikaliste dhe me staf ekonomik. Tu duhet dëshira dhe vullneti i qeverisë. Ne nuk i thamë dhe akoma thamë zyrtarisë se kemi treguar shkesën, sepse po përgatitet stafi, dhe ne nuk i thamë o 10% o s'ka, por ne do të hyjmë bisedime në nivel të lartë, me ministri, me komisione parlamentare, me stafit e kryeministit. Nga eksperiencat e mëparshme, sa janë marrë në konsiderat kërkesat tuaja? Si ka qenë marrëdhënia me institucionet vendimmarrëse? Për të qenë sinqert, të gjithë kabinetet qeveritare nuk kanë qenë shumë dashamirës me sindikatat. Me gjithë dhe sindikatat, nuk bëhet la për konfederat. Por ne du të themi ta që në Shqipëri, në këtë situatë politike, ka të brisht, ka lloj problemesh. Në Shqipëri ka shumë sindikata. Mund të jemi 80 sindikata. Po jo gjithë kanë tagrin që të hynë bisedime me qeverinë. Edhe tagrin kryesor e ka Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë si njëvës informacion dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarur të Shqipërisë, që janë institucione që njihen në arenën ndërkombëtare. Por dalin 10% që pyetët ju. Ne nuk i vum atë kufinin që o 10 o s'ka. Në bizedimet ka tolerancë. Nështë jo 10, po 8, nështë 8, po 9 ose 7. Kjo s'do thotë që o 10 o s'ka. E përsa i përket ultimatumit, këta ne jetojmë në rajon, shohim që sindikatat kanë forcë më të madhe, pavarësisht se Shqipëri i politizojnë problemet. Ne është metode e fundit demokratike që ne e paralajmërojmë qeverinë për grevë përgjithshme mbar kombëtare. Kjo më në statutit tonë, më në ligjeve tona, më në kodit punës. A prisni ditët në vazhdim ta diskutoni dhe tuleni me institucionin e Ministrisë së Shëndetësisë? Po, presim tym. Dhe të financave pa diskutim pasi... Dhe të financave, ata pas të ne e pa qisë ministrisë tonë, ministri e jone mbron ministrit financave. Dhe po tjetë vullneti i mirë, mundësit i janë dhe duhet bëhet pa tjetër, se me këta rroga qesharake nuk mund punojnë për nësi shëndësisë, pavarësisht nga peripetësit dhe dopsit që mund këtë pas, po funi është një shërbim i vështirë që bjesh poplit. Dhe në situatat tila, mjekët në përplasë dhe me dhunë fizike, që është detyrë Ministrisë së Shëndetësisë të mbrojë jetën e punonjësve të shëndetësisë. Dhe nuk mund të hidhet balt me bluzat e bardha. Nëse ndodhin gabime, se ka dhe gabime. Janë dhe gjëra që nuk i kap mjekësia. Që do thotë që tulish poshtë gjithë punën e shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë ka punuar shumë në infrastrukturën mjekësore. Me çfarë problemesh të tjera përballen mjekët? Po ka probleme furnizimi ilaçesh, ka probleme kushtet e punojësve, ka probleme nuk mund të justifikohet që një mjek të bëjë shërbimin e rojës 24 orë dhe të paguhet 20.000 lekë vjetra. Kjo është shumë qesharake. Tu do të shikoj zërat të veçantë që mund të kesh shpenzime të tepra dikun tjetër dhe të shikoj të kanale dhe të kaloj në shërbim mjekëve. Unë nuk flas vetëm për mjekët, flas edhe për punësit tjerë të shëndetësisë, se të jemi të sinqertë. Edukata ose si të thush mentaliteti shqiptar është i tillë që pas edhe diçka mjekut e quar sikur nuk është shërbim si duhet. Non edhe populli është fajtor, edhe mjeku, po populli ka nevojë për shërbim. Dhe këtu infermierët janë jashtë çdo kuadri të këtij përfitimi ndërthojza jo zyrtar. Kështu që personeli mjekësor kompletohet bashkërisht, salla operacioni vërtet është kirurgu, po salla operacioni ka një repartitor ndihmës që ndihmon të kryhet operacioni. Pra shërbimi mjekësor në total, se u bë reforma e shëndetësisë dhe shkurtoi një pjesë madhe, sidomos të repartet njësme, ku Ministri i Shëndetësisë dhe specialistë që punojnë për reformën, pavarësisht nga mendimet që patëm ne, arriti të nxjerrë që në një spital kishte 50 pastruese. Spitali i Korçës kishte 87 pastruese. Në një fut gjatë fushatës e zgjedhë për rektorat, Ministri i Shëndetësisë në ka azil, në ka Ministrisë për çështje sociale. E nga ana tjetër ka mungesë mjekësh? Ka mungesë mjekësh. Në mbigakohet organika në total. Kështu që është bëjnë punë e mirë me gjithë vetë që kanë institucionet shëndetësore në Shqipëri, është bëjnë punë e mirë që të sankcionohen të problemet. Por, nuk do të hedhin këtë fajet popullit,
Ne vlerësojmë shërbimin e mjekëve dhe personelit mjekësor, por dhe mjekët duhet të jenë shumë kujdesshëm. Marrëdhënie me popullin, se ka probleme sociale, ka probleme që janë të revoltu, ka probleme pakënaqësish, dhe atë ata shfryhen tek mjekët. Zoti Franku, rezulton se në vitet e fundit qindra mjekë i kanë kthyer syt drejt vendeve të Bashkimit Evropian, veçanërisht Gjermanisë, kërkojnë të punësohen atje. Ne do të ndjekim një material, do të njihemi edhe me statistikat e do të kthehemi në studio për ta diskutuar. Afro 400 mjekë si pas urdhrit të mjekut janë larguar nga vendi në një harë kohor prej 2 vjet e gjysmë. Vetëm gjatë 8 muajve të parë të vitit, rreth 100 mjekë kanë kërkuar certifikatën e sjelljes së mirë, një dokument që kërkohet nga dhomat e mjekëve në Europë në rastet kur ata aplikojnë për punësim. Drejtues të urdhrit të mjekut bëjnë me dije se numri i të diplomuarve në një vit është thuajse i barabartë me ata që kërkojnë të largohen. Mjekët shqiptar preferojnë kryesisht Gjermaninë, por edhe shtete të tjera europiane. Emigrimi i tyre shton problemet në këtë sektor, veçanërisht në rreth ku mungojnë rreth 300 mjekë specialist. Kjo ka bërë që shumë mjekë në moshë pensioni të vazhdojnë të punojnë në sistemin publik. Nisur nga të dhënat e urdhrit të mjekut, një pjesë e konsiderueshme e mjekëve që janë larguar nga sistemi shëndetësor në përpjekje për të punësuar në shtetet europiane, rezultojnë të specializuar. Shkaqet që kanë detyruar mjekët të largohen nga sistemi shëndetësor janë të ndryshme. Zoti Franku? Shifra alarmante mund të konsiderohen, 400 mjekë të larguar në 2 vite e gjysmë. Shifra shumë alarmante. Rritja e pagave do të ishte një... Do të ishte një nga shkaqet që t'i afroj mjekët të stimulonte të punojnë. Megjithatë, nëse paga mesatare është 40.000 lekë, një rritje prej 10% nuk do të jepte ndonjë ndikim të madh, mendoj unë. Me vërtet mund mos jetë ndikim i madh, po mbi të gjitha duka të bëjnë me konceptin që detyra e mjekut është e shenjtë. Me vërtet është ekonomi tregë, por nuk është biznes. Me jetën e njërit nuk bëhet biznes. Paga duket se është primare. Cilat janë shkaqet e tjera që shtyn mjekët të largohen nga Shqipëria? Ka probleme tjera janë furnizimet me ilaçe, kushtet e punës në ambientet ku punojnë, dhe unë gjej rastin, pavarësisht se sa vlerë ka, që mjekët duhet punojnë aty ku jetojnë dhe për ata për cilin janë kualifikuar. Dhe unë ta thash që tu duhet ketë dhe ndoshta dhe probleme ligjore që sanksionohen. Dhe një nga ato arsye është kjo, përderisa kërkoj një dokument se si ka punuar nga urdhri i mjekut, urdhri i mjekut duhet t'i japi. Pse t'i japi urdhri i mjekut? A mjekësi? Ka një gjë tjetër. Unë jam dakord që nuk mund ta kufizoj të drejtën e çdo mjeku për të marrë një shënim për punën e kryer. Jo, dakord jam me ju. Më falni për punë, por kam fjalën tu. Unë kam një gjë tjetër. Me vërtet njëu punoj sa më shumë edhe për më mirë. Jam dakord me televizionin e lirë këta problemet. Por unë mendoj që duhet të jemi sinqert, s'kam ne statistikë të merr Ministria e Jashtme, po ma dën menja që mos kujtohet se gjithë mjekët e gjen rrugën e shtrumit që të punojnë mjekësinë për vende të tjera. Ata arrin të bëjnë punë banale, pavarësisht se Shqipëri thonë punojnë mjek. Pak mjek ka punuar nga Shqipëria në vende të tjera. Janë mjek që kanë integruar me kohë. Gjithsesi le të mbetemi tek pasojat, efektet që po jep në Shqipëri largimi këtyre mjekëve. Ndihen apo do të ndihen në vitet e ardhshme? Po ndihen shumë, edhe do ndihen më shumë. Dhe unë mendoj që Ministria e Shëndetësisë duhet mori masa që ndoshta të shtojë numrin e kualifikuesve. Jo vetëm 4 vjet, ka specializimi që arrin për 2 vjet, se specializimi ka kosto të mëdha. Por nuk mund të thotë ta presu 4 vjet dhe mas 4 vjet ti ke fare. Kur ti s'pranon fare për në Shqipëri, ku s'pranon me pranon në Tiranë, Durrës, Korçë, Elbasan, Shkodër, Vlorë, si që punosh në Peshkopi ose malet e Kelmendit. Dhe statistikisht në fakt rezulton se pjesa më e madhe atyre që kërkojnë certifikatën për të larguar janë të diplomuar, të specializuar prej vitesh, jo të sapo diplomuar. Kjo është një anë tjetër dhe që sa dhe ju kjo edhe detyre, unë mendoj që nuk kërkojnë vetëm të rinjt që sapo kanë përfunduar studimet. Një pjesë e madhe janë mjek me eksperiencë. Po pra, kjo është ndëshkimin e vet dhe shteti duhet përballohet me këtë dhe të shtojë numrin e specializantëve, të shkurtoj kohën. Ka specialistë që realizojnë më 54 vjet dhe qeveria është kryesore. Pra ne thash unë që ne kërkojmë nga qeveria ta përballojë. Për shembull, në Shqipëri janë hap shumë spitale private. Nuk hyj kësaj pune kush e dha licencat, a ka s'ka licenca, ai kontrollon licencat. Kjo është detyrë tjetër. Po unë kam mendimin tu që përsëri gjitha spitalet që janë hap këtu, që e kanë hap për biznes vetë, për ekonomi, asnjëri nuk përgjigjet nivelit shërbimit mjekësor.
Unë kom gjallë me emision, nuk di se ku, dhe i thash në qofë si smuret për shemë në Macukën e Matit, Macukën tim. A i drejtomi spitalit Amerikan, a spitalit Gjerman, a spitalit Frances, a i drejtomi shtetit që dumë të mori smurin të evakuoj nga Macukën të abi në Shqipëri. Qofë si një grua në lindje, nuk mund presë kujti mu shenë menja nga spitalit private që të përgjirë ka i Sirje. Pra ne kërkojmë dalë për sike dy punësimi, duke dy punësu t'i mund, 2-3 vene e pune, t'i bloko vene e punës. Të profesor të mëdhej që janë, kanë dhejtë jam në orë mësimi, por kanë dhejtë të kopojnë, shkojnë një orë në qënë të të registrojnë jemi që kanë himë punë, dhe pasë shkojnë punojnë një spital tjetër. Të ka pasojë edhe shëbimin ndaj poplit, edhe përmirësimin e shëbimit, por ka bëjë dhe me vene e punës që japë mjektëri, të profesorën dhejtojnë. Pati një nismë nga Ministria për të mos e lejuar dy punësimin, çfarë ndodhi? Nuk është realizu, ne kemi gjitë disa herë, gjitha takimet, edhe në takime midis punë dhënësve e punë bazëve, dhe shkruhet në dokumente, por nuk realizohet. Ne dalë këmë e kam gullë edhe këta, dalë këmë e kam gullë edhe qeshtë e furnizimit me ilaçe, në për spitale ka me gjithë arritit që ka arrit, ka munges shumë ilaçesh, që të mos ta ilaçet janë të shteta që kërë i bursim për të smur kronik, shteti janë i përgjegjës që t'i përballojnë e punëve, se mjekimi shko shumë shtet. Në fakt, cili është roli i sindikatës në këtë situatë që ju përmendni? Çfarë mund të bëni ju më shumë? Roli i sindikatës, ne më shumë se sa mendimet në diskutime, ne nuk kemi në rol ekzekutiv, se ne jemi sindikat. Po e thash pak më parë që janë shumë sindikata në Shqipëri, po jo gjithë kanë përgjegjësinë. Partnerë sociale e ne që kemi firmuar kontratë me ministrin, sepse shoqata ka shumë shoqata që mos të hyjnë në punëve. Dhe këta shoqata s'kanë as lloj përgjegjësie para qeverisë. Përpara qeverisë, përpara popullit, përgjigjet qeveria realisht për cilin ka votuar populli. Por ne jemi ato që bëjmë peshën kryesore në diskutim për ta dërguar zërin e punëtorëve tonë deri në lartë në qeveri për diskutu. Ne nuk do të përgatitemi për të rëmbyer armët. Por ne me drejtën e fjalës, prandaj thashun që e fundit është greva marrëkombëtare në gjithë Shqipërinë, qofse nuk merr përsipër asnjë. Zoti Franku, ju përmendët më herët, në fakt ashtu rezultonte statistikisht, në spitalet rajonale të rretheve ka mungesa të theksuara mjekësh, afro 300 mjek specialist mungojnë. Si po zgjidhet kjo mungesë, ky problem? Kjo mungesë duket se si e zgjidhin pacientët problemin që kanë? Pacientët e zgjidhin në atë parë duke u larguar nga i rreth. Nuk realizohet shërbimi, shkon një rreth tjetër më të afërt. Ne përmojmë 3 spitalet e Veriut. Spitali rajonal është Peshkopi. Kjo ndarje rajonale territoriale e Shqipërisë, ndoshta ka dhe probleme me ndarjen territoriale të shërbimit mjekësor. Për shembull, spitali Burreli me Peshkopi në 100 km. Si mund të shkojë smuni nga Burreli në Peshkopi për të ardhur ndihmë shërbimi kur në 100 km është nga Tirana në Burrel? Ose mojmë rastin tjetër, spitali rajonal është në Lezhë. Pse i smuni shkojë nga Laçi në Lezhë dhe nga Lezhë kthehet përsëri në Tiranë? Sa i ta dërgojnë në rajonal? Rajonali si përgjigjet ta kthejnë në Tiranë. Ku shumë i mund të jetë spital rajonal në Laçi, vjen nga Lezhë në Laçi, nuk u krye puna në Laçi, shkon në Peshkopi, në Tiranë, falni. Dhe si tillë, ministri i Shëndetësisë ndoshta nuk ka vënë për ta realizuar, po hodhi nismën e centralizimit të shërbimit me ambulanca. Ne thash mirë pyetët ju që se roli ka sindikata. Përveç fjalës, diskutimit dhe debatit, ne mjeti i fundi joni është greva. Mund të qëndroni tek shërbimi me ambulanca. Po, se shërbimi ambulanca si funksionon? Tash po fillon çështë vërtetë, po ne kemi rezervat tona. Ai thotë që e komandoj me siç është kjo e policisë. Edhe thotë ku ai smuni, fjala vjen i smuni është në Laç. Edhe ambulanca që është më afër shkojnë merr dhe dërgon. Dakord me këta, po sot nuk është problemi shumë me ambulancave, se mjeti në këtë drejtim i vetëm sukses është pajisja me makina personale. Dhe tjetri kur vjen puna për ta dërguar smurin në spital, nuk do presë ambulancë, moj makinë, taksi dhe moj makinë. Po këtu bëhet bllaf. E shihni si një investim të parëndësishëm. Ne kemi mendimet tona. Ne kemi rezervat tona. Sepse ti e sjell me makinë, po kush i shërben kësaj makine? Kush personel i shërbej? Për shembull, ha vëzu që ne përshëndesim qendrën e urgjencave kombëtare. Kjo është një hap përpara. Tu jemi dakord se është përmirësuar dhe shërbimi edhe rrogat. Po kjo ti me ambulancë sjell, po kush i shërbej? Faktikisht ne jemi edhe me këta, që në QSUT është një peshë, një ngarkesë e madhe e shërbimit mjekësor. Këtu duhet që qeveria të bëjë politikë, ta shpërndajë shërbimin mjekësor, ju më ta mbajë vetëm QSUT. Nuk mund të përballojë QSUT-ja gjithë shërbimin e Republikës.
është me gjithë sukseset e arritura, njerëz rrinë për korridore, njerëz rrinë për stola, njerëz rrinë duke prit. Sukses e ka, por nuk më duhet statistikat mu. Unë si shkoj si person, më intereson sa i gatshëm është personeli mjekësor të shërbej mu si person. Në një vështrim të përgjithshëm, reforma në shëndetësi deri tani nuk i ka dhënë efektet e duhura. Unë për ta nuk mund të përgjigje eksakt sepse nuk bëna studim, edhe të përgjithëme strukturat, po përmirësime ka, por edhe dobësi ka dhe kërkesa për shërbimin ndaj popullit ka. Dhe Ministri i Shëndetësisë, të cilin e gjermani ta falenderojmë për punën që ka bën, por duhet të jetë gjithë ekipi ma aktiv. Unë ngrihet një herë tjetër që ministri nuk ka asnjë specialist sepse është kuadër politik, ka strukturat e veta mjekësore për ta ndërtuar. Dhe këtu nuk bëhet llaf. Vetëm mjekësia nuk duro hakmarrje politike. Se jeta ikën se kthehet më. Çdo gjë rregullohet, çdo gjë ndryshohet, çdo ligj përmirësohet ose çdo këto si thotë asaj, po mjekësia nuk pret. Mjekësia ka. Zoti Frangu, sektori i shëndetësisë është pasuruar vitet e fundit edhe me shumë institucione private. Po. Në sindikatën që ju drejtoni, a janë bërë pjesë edhe punonjës nga këto institucione dhe cila është situata e tyre? Spitalet, unë e thashë më parë që tu ndoshta ka dhe interesa ekonomike, edhe njerëzit caktu, edhe politikanët caktu, që të hapin spitale private. Dhe kosta në spitale private shumë e madhe. Pavarësisht kësaj. Nuk mund t'i frenosh, funksionon në gjithë botën. Jo, funksionon në gjithë botën, po ka ligje. Në gjithë botën, unë këtë di, po ma dënë me... Më shumë se sa të merremi me spitalet private, duhet kërkojmë të fuqizohet sistemi... Shtetëror. Publik. Sepse unë nuk kam e detyrë dhe ma dënë me që ka sa të dushi s'ka në dokumente për katëse. Dhe sa i punojsh të shëndet publik, nuk i lejmë gjoj pa kërku i mojë frimin dhe se përqej gjithë dokumentat. Unë mendoj që spitalet private ka sukses në vetë, po mos shiko Tiranë, se jetë angash veç në Tiranë. Spitalet private përgjigjen veç Tiranës. Spitalet private nuk ka nëj përgjithësi. Ju mendoni se hapja e tyre ka cënuar në përmbajtjen e sistemit publik? Po. Duke tërhequr, duke joshur me paga më të mira mjekët? Po. Ne kemi eksperiencë të gjithë rajonit, duke nga Kroacia, Serbia, Maqedonia, Bullgaria, Romania, që jemi pjesë të strukturave, ata i vënë rëndësi forcimit të shërbimit publik. Dhe Malizia ka kështu. Unë jam dakord të punoni ju privat, po 7 deri 8, shumë 8 deri 3 ta keni orari të punoni shtet. Pastaj nuk del nga shteti, dhe mas këtij orari ki punoni pak në institucion, në zyrën e vet. Jam dakord me atë që thonë nuk çohet specialistë dhe operatorë specialistë. Që më shoj kardiolog për një vizitë diku tjetër. Por duke punuar jashtë orari në këtë institucion, ai pagon taksat e institucionit. Edhe populli nuk çrentohet, edhe populli shërbehet jashtë orarit punës, po shkon te taksa në des të institucionit. Është në fakt parashikim pritet sipas deklaratës së kryeministrit Rama që mjekëve t'u jepet mundësia që në ambientet e institucionit publik ku janë të angazhuar pas përfundimit të orarit zyrtar mund të punojnë duke marrë një përqindje të caktuar. Po pra, kjo është, po kjo do të thotë që ti si mjek nuk largohesh nga institucioni jot, nuk vjen si stash më parë sa të regjistrohesh më shrogën tu, e shkosh për dikun tjetër. Pra ne gulim kam, jo ne po gjithë institucionet e tjera që më të kodifikuar se ne, dhe nuk kanë asnjë interes, apo ç'po duhet Kroacisë si shkojnë punë në Shqipëri. Funksionon në këtë mënyrë në vendet e rajonit? Po funksionon. Ne kemi qenë një takim ndërkombëtar në Berlin. Ata ngulin kam që të forcohet shërbimi shëndetësor publik. Pasi, sidomos në Shqipëri, gjendja ekonomike jona nuk mund të përballojë shërbimin mjekësor. Për dalë ke pyetja juaj, që a ka pjesëtar të sindikatës, ne jemi institucion që kemi statutin tonë, gjitha gjenat tona, dhe ne nuk na është dhënë drejta ty më aq thellë, se që të jemi të sinqert. Pjesëmarrja në sindikata është e lirë, kështu që kjo ka qenë një zgjedhje e mjekëve që janë të angazhuar në këto spitale për të mos qenë pjesë e sindikatës. Nuk kanë qef shumë ty në Zoti Frangu, kur keni menduar t'ja paraqisni kërkesat zyrtarisht qeverisë? Ne kemi menduar që kjo është kompetencë, pasi federata është pjesë e konfederatës, kjo është kompetencë e presidentit konfederatës, zoti Nikolli, i cili në tetor bashkohet me gjithë strukturat e konfederatës.
dhe mas një debati që bënë për gjitha rrethet, se shqetësimet vinë nga gjitha rrethet, dhe shqetësimet janë më shumë nga rrethet se sa në Tiranë, thash dhe njëherë. Dhe ne mendojmë që mëna mujtë tetor dhe të paraqesim këtë platformën, ministrit, po se po dhe kryeministrit. Dhe bashkëpunimi, pavarësisht se me sa dëshirë ka qenë, me ministri ka qenë i mirë, ndërsa në kryeministrie nuk ka qenë nivelin që duhet. Dhe për qenë sinqert, ja thash që përsëri disa herë, duhet një vullnet më i mirë i qeverisë, sepse sindikatët në tërësi nuk janë vjesë pjesë e elektoratit për të dhënë votat, po janë pjesë edhe për ngrihen mendimet dhe kërkesat për të mirën e popullit, për të mirën e punojësve. Se ne me vërtet punojmë mbrojmë drejtat e punojësve, po këta drejtat e punojësve ka të bëjmë me shërbimin ndaj popullit. Se më bëj një punojës që ka thyr ligjin dhe i them ta mbrojë sa antar i sindikatës. Kur ai ka bërë krim, kur ai ka neglizhuar në mjekim, kur ai ka neglizhuar në operacion, kur ai ka neglizhuar në shërbim. Prandaj unë i vlerësoj mjekët, sepse është një armatë e madhe, një pasuri e madhe kombëtare. Dhe dalë përsëri pyetja juaj që ata kanë bërë zgjedhjen e vet, por sipas betimit Hipokratëve duhet të bëj popullit vet, për cilin është specializuar. Se ju mund keni lek, por nuk mund ta përballoni specializim 4 vjeçar privat. Te kështu që Amerita Estetik ka specializuar. Do të jetë kjo një nga kërkesat tuaja që të saktësohet pjesa e specializimit dhe kontributit që duhet jap në rrethin nga ku e merr të drejtën për të specializuar? Ne e kemi ngritur zonjë disa herë. Përpos kësaj do ta keni në listë kërkesat e ardhshme që të shmanget pjesa e gjobës të jetë me detyrim kthimi në vendlindje aty ku ka marrë specializimin. Unë nuk duhet të nënvlerësoj arsimin, se dhe arsimi e pjesë e vet, dhe pjesë e jone e Konfederatës. Por edhe si edhe arsimi ka problemet e veta. Ashtu që nëse ju mungon një mësues i specializuar dhe mund fush një mësues me nivel më të afërt që ta zëvendësoj për momentin. Por mjekësi nuk mund fush një mjek të marrë të bëjë operacion. Kështu që është më kapitale shërbimi mjekësor dhe specializimi sa nuk duhet ta ofendoj të thashë mësues, ne kemi kërkuar për mësues që të bëhet pagat. Natyrisht, është më specifike. Mirë, zoti Frangu, faleminderit që ishit me ne këtë mëngjes. Edhe unë falenderoj dhe unë ju dhe ju uroj suksese si televizion. Dhe ne vlerësojmë ka dishmenin tuaj dhe ne jemi të hapur që të vijmë ndoshta edhe me staf më të madh dhe me trezë më të madhe për diskutim dhe debat midis sindikatës dhe Ministrisë së Drejtësisë.